Përshëndetje, jemi një Lina Abasi dhe unë jam nxënëse e shkollës së mesme private EAEKEM. Sot ne do të mësojmë për segmente proporcionale, më saktë përgjithësime. Kur bëhet fjalë për përgjithësime, duhet të kuptojmë se përgjithësimi paraqet barazimin ndërmjet dy raporteve. Këto dy raporte mund të jenë, si për shembull, 6-3, 8-2, 6-8. Kur vlerat e raporteve, më saktësisht koeficientet, kur dy raporte kanë koeficienta të njëjtë, për ato raporte themi se janë të barabarta. Pra, A është antari i parë, B është antari i dytë, kurse K-ja këniqi paraqet koeficiente e përgjithësimit. Vetëja themelore që duhet të dimë për përgjithësimin është se prodhimi i antarëve të jashtëm është i barabartë me prodhimin e antarëve të brendshëm, siç është A ndaj B është i barabartë me C ndaj D, mirë po edhe A me D është i barabartë me B ndaj C. Kjo vetim do të jetë shumë e vështirë në raste kur zgjedhim detyra me një të majmor, siç është 4 ndaj 2 është e barabartë me x ndaj 4, ku shumë lehtë e gjejmë se x është 8, pra me ndihmën e kësaj formule. Kur e dim se secili antar paraqet proporcionale në 4 për 3 antar të tjerë. Mirë po, kur dy antarë qëllojnë të njëjtë, siç është rasti me A ndaj x është e barabartë me x ndaj b, atëherë ky x-in katror paraqet mesin paraqet mesin gjeometrik të dy antarëve të tjerë. Pra, edhe ajo shumë kështu, x është e barabartë me rrënjën katrore a b-s. Pra, dhe si shembull mund ta marrim 6, e cila është e barabartë me rrënjën katrore e 4 në 9. Një formulë tjetër që do të jetë gjithashtu e vështirë është kur kemi përgjithësim të vazhdueshëm që kanë koeficient të njëjtë. Për kësaj mund të përfundojmë se A plus A1 plus A2 është thyje për B plus B1 plus B2 është e barabartë me të gjithë me këtë përgjithësim e vazhdueshëm. Kjo ishte e gjitha për sot. Mirëmbëngjes.